E muji i mallnueshëm dhe i begat i Ramazanit është momenti më i rëndësishëm për çdo musliman për të ndryshuar jetën e tij, jo thjesht për të ndryshuar oraret e gjumit ditor, e jo thjesht për të ndryshuar mënyrën e të ushqyerit, e jo thjesht për të ndryshuar mënyrën e komunikimit e të relatave ditore edhe me vetë xhamin. Jo. Ta marrim të mirësi të madhe nga Zoti i gjithësisë, e t'i japim hakun ashtu siç duhet, e t'i përgjigjemi pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili urdhon të thotë në raport me marrëdhënien që duhet të ketë muslimani me muajin e begat të Ramazanit, duke nisë fillimisht nga ndryshimi për të lartësuar dhe për të marrë rrugën drejt plotësimit, ashtu siç Zoti i gjithësisë e ka krijuar njeriu, më të lartin e krijesave të tij. Le ta mbushim ditën dhe natën e Ramazanit me Kur'anin e Zotit tonë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, e kemi Kur'anin në duart tona, ta shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut Azza wa Jall dhe ta konsiderojmë veten tonë në huzur të Zotit të gjithësisë për çdo harf që lexojmë nga Kur'ani, e sa të mëdha e të pa llogaritura janë shpërblimet për leximin thjesht të Kur'anit. Veç me e shpletu mushafin pa fol asnjë fjalë, pa lexu asnjë harf, veç me e shpletu ti je në adhurim. A ka diçka më shumë për te kësaj? Allahu na udhëzoj drejt më të mirës dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, me zemër të mirë Ramazanin, dhe qoft i mbar dhe i begatë për të gjithë ne e për krejt ummetin islam, dhe e baft Allahu Azza wa Jall këtë muaj të myshdeve, e të ngallënimit për muslimanët anë mban botës, walhamdulillahi rabbil alamin.